Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat më të thjeshta të përgatitjes së petullave. Këto janë pa maja, pa sodë dhe pa pluhur fryrës. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një endë shtojmë 300 gram miell, një lugë çaji me krip dhe do ta përzijem shumë mirë. Do vazhdoj me 2 vezë, 200 ml ujë të ngrohtë dhe masën do ta përzijem shumë mirë në mënyrë që të mos mbes asnjë kokrizë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do vazhdojmë me djath, unë kam shtuar 3 këndësha djath të shkrirë, po sigurisht që mund të përdorni djathin tuaj të preferuar ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në frigorifer. Do vazhdojmë përzierjen derisa masa të bëhet e njëtrajtshme si kjo që po shihni në video. Dhe pas kësaj masa është gati për t'i skuqur. Fillimisht do t'i skuqim në vaj të bollshëm në temperaturë të lartë sepse vaji duhet të jetë i nxehtë shumë dhe më pas do ta ulim temperaturën në zjarr të ngadaltë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Këto janë petullat tona të preferuara, jo vetëm që janë të shijshme, por përgatiten dhe shumë shpejt. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Gjithashtu në kanal unë i kam përdorur në mënyra nga më të ndryshme, duke shtuar edhe fruta të thata, kungulleshka të njoma të prera në rende, gjithashtu edhe karrote prerë në rende, pra mund t'i përgatisni me mbushjen sipas dëshirës suaj. Siç e pat, janë gati. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment.